Një luftë e largët. Një popull i shtypur. Dhe një burr nga Franca që la gjithçka pas për të luftuar për lirinë e një kombi të huaj. Ky është rrëfimi i Payard Arnaud Pierre, njeriut që besoi në drejtësi aq shumë sa sakrifikoi jetën e tij për të. Historia e tij nuk është thjesht një histori lufte, është historia e një zemre të madhe, e një njeriu që sfidoi çdo rrezik për një ideal më të madh se vetvetja. Para se të fillojmë, nëse ju pëlqejnë histori të tilla, mos harroni që ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton, që të mos humbasni tregime të tjera mahnitse të historisë së pasur shqiptare. Payard Arnaud Pierre lindi në Francë në vitin 1971, në një vend të largët nga Ballkani, larg vuajtjeve të një populli që luftonte për mbijetesë. Ai nuk ishte shqiptar, nuk ishte rënj nga Kosova, por kishte diçka që e lidhte me këtë tokë, një shpirt luftëtari dhe një zemër që nuk duronte pa drejtësinë. Kur lufta në Kosovë shpërtheu, bota e Perëndimit shikonte me indiferencë masakrat dhe spastrimet etnike. Por Arnaud nuk mund të rinte duar kryq. Indikuar nga raportimet e tmerrshme për mizoritë serbe mbi popullsinë civile, ai mori një vendim që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Me përvojë ushtarake dhe një besim të palëkundur në lirinë e popujve, Arnaud kontaktoi grupe shqiptare në diasporë që po organizonin vullnetar për të ndihmuar UÇK-n. Ai kaloi në mënyrë ilegale kufirin për t'u bashkuar radhave të luftëtarëve shqiptar. E imagjinoni një francez që braktis vendin e tij, jetën e tij të sigurt, për të luftuar një betejë që nuk ishte e tija. Ai nuk e bëri për para, nuk e bëri për lavdi, e bëri sepse besonte se liria nuk ka kombësi. Arnaud nuk ishte thjesht një luftëtar, ai ishte një strateg, një trajner. Me njohuritë e tij ushtarake, ai u bë një figurë kyçe në përgatitjen e rekrutëve shqiptar, shumë prej të cilëve ishin djemë të rinj, të vendosur, por pa përvojë lufte. Ai mësoi ata si të përdornin armët, si të mbroheshin, si të luftonin në terren malor. Bashk luftëtarët e tij thonë se ai ishte i palodhur. Ndonjëherë pas tërvitjes, ai u tregonte ushtarëve histori nga Franca, duke u kujtuar se kjo luftë nuk ishte vetëm për Kosovën, ishte një luftë për të drejtën për të jetuar të lirë. Betejë e Kosharës ishte një nga momentet më të rëndësishme të luftës së Kosovës. Aty, me 9 prill 1999, UÇK-ja arriti të çante kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke hapur një korridor të lirë për furnizimet ushtarake. Arnaud ishte në radhët e para të kësaj betejë. Ai nuk e kishte frikën e vdekjes. Në një moment vendimtar, kur një grup ushtarësh shqiptar mbeti i rrethuar, ai vrapoi për t'i shpëtuar. Ishte një betejë e përgjakshme, e ashpër, përballë një armiku shumë më të pajisur. Plumbat vërshonin nga të gjitha anët. Artilleria serbe bombardonte pa pushim, por luftëtarët e UÇK-s nuk u ndalën. Mes tyre, krahas shqiptarëve që kishin dalë për liri, ishin edhe 3 burra të huaj, 3 luftëtarë që nuk ishin shqiptar me gjak, por me zemër. Francezi Payard Arnaud Pierre, italiani Francesco Bider dhe algjeriani Murad Muhammed Ali. Erdhen nga vende të ndryshme të botës, me kultura dhe gjuhë të ndryshme, por i bashkoi një ideal, liria. Dhe sot në tokën e Kosovës emrat e tyre përmenden me nderim, sepse ata dhanë gjithçka për një popull që nuk ishte i tyre, por për të cilin luftuan si të ishte.
Dëshmitarët tregojnë se Arnaud qëndroi deri në fund, duke luftuar kundër një armiku shumë të pajisur. Dhe pikërisht aty, në male të Kosharës, ai dha jetën e tij për lirinë e një populli që tani e konsideronte si të tijin. Kosharja ishte më shumë se një betejë, ishte një simbol i sakrificës, i guximit dhe i unitetit. Dhe mes shumë heronjëve që ranë për këtë tokë, tre të huajt e Kosharës mbetën dëshmi e faktit se drejtësia dhe liria nuk kanë komb, por kanë zemër. Bayard Arnaud Pierre nuk u kthye më në Francë. Familja e tij vendosi që ai të prehej në tokën për të cilën luftoi. Në vitin 2015, familja e Arnaud Pierre në mesin e familjeve tjera të rënave të huaj kishin vizituar varrezat e Kosharës. Nga institucionet ju ishte dhënë mundësia për zhvarrosje të trupave dhe varrosje në shtetet e tyre, por të njëjtit nuk kanë pranuar, pasi siç ishin shprehur, bijtë e tyre do të preheshin pranë shokëve dhe në dheun e vendit për të cilin u flijuan. Sot emri i tij është gëdhendur në historinë e Kosovës si një simbol i sakrificës, guximit dhe humanizmit. Ai nuk kërkoi asgjë, nuk kërkoi tituj, nuk kërkoi shpërblime, por emri i tij do të kujtohet për gjithmonë. Sot kur ecim në rrugët e Kosovës, kur shohim flamurin ton të valvitet i lirë, duhet të kujtojmë se kjo liri nuk erdhi lehtë. Dhe mes shumë heronjëve që dhanë jetën për këtë tokë, ishte edhe një francez, Bayard Arnaud Pierre, njeriu që na tregoi se liria nuk njeh kufi dhe se drejtësia është universale. Kujtojeni emrin e tij, kujtojeni sakrificën e tij dhe mos harroni kurrë se liria për të cilën ai luftoi është tani në duart tona. Bayard Arnaud Pierre nuk ishte thjesht një luftëtar, ai ishte një simbol i guximit dhe humanizmit, një njeri që e la rehatin e vendit të tij për të luftuar për lirinë e një populli tjetër. Ai nuk e njihte Kosovën para luftës, por kur pa padrejtësinë dhe vuajtjet e shqiptarëve, vendosi të mos qëndronte indiferent. Sot emri i tij është gëdhendur në historinë e Kosovës, ashtu si emrat e mira dëshmorëve që sakrifikuan gjithçka për lirinë që ne gëzojmë sot. Ai prehet në këtë tokë pranë bashkëluftëtarëve të tij, sepse Kosova nuk ishte më thjesht një vend për të. Ajo u bë atë dheu i tij i dytë. Liria për të cilën ai luftoi nuk duhet të harrohet dhe as ai vetë. Prandaj nëse historia e tij ju preku, nëse sakrifica e tij ju frymëzoi, lini një koment më poshtë. Shkruani një mesazh nderimi për Arnaud Pierre dhe për të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë e Kosovës, sepse heroizmi nuk duhet harruar, ai duhet kujtuar dhe vlerësuar çdo ditë. Ju falemnderit shumë për vëmendjen. Shihemi në videon e radhës.